Blerim Vorfi jeton në kushte të vështira të mjerueshme së bashku me familjen e tij, bashkëshortën dhe 5 fëmijët, 2 prej të cilëve me nevoja të veçanta. Sot në banesën ku ai jeton, shoqata Bereqeti dhe shkolla Zakria Rexha kanë bërë thirrje publike për të ndihmuar në sigurimin e një banese të re për familjen Vorfi. Siç po shihet, sot jemi këtu në familjen e tij, në shtëpinë e tij, ku është një shtëpi e cila sinqerisht t'ju them të drejtën nuk i plotson as kushtet minimale për jetesë. Sinqerisht t'ju them, Blerimit jemi mundu dhe po mundohemi që bashkërisht edhe me shoqatën bamirëse Bereqeti këtu me Hoxhin Avdraman Bejtullahu t'i ndihmojmë dhe t'ja sigurojmë një kulm mbi kokë për Blerimin dhe familjen e tij që t'jetojnë në kushte normale siç jeton një familje në Kosovë. Nga shoqata Bereqeti u bë ditur se deri më tani është siguruar një pjesë e mjeteve financiare për të mundësuar blerjen e një banese për këtë familje. Jemi në fillim të muajit të bekuar të Ramazanit dhe mbesim me shpresë se aksionet që ne filluam me drejtorin e nderuar të shkollës Zakria Rexha përfundon sa më shpejt. Bajrami ka 20 ditë, ne po mbesim me shpresë brenda kësaj kohe ta përfundojmë. Drejtori na ka dhënë një shpresë të madhe me kolektivin, me prind, me kolegët e tij që ka. Në jetën ku kemi një shumë nga kuvendi komunal 5.000, disa bamirësa që janë kujdes me Blerimin tash sa kohë na kanë premtuar një 5.000, pothuajse 40% të hollat i kemi siguruar ende pa dalë. Banesa është gjetë, ka 90 metra katror, 2 dhoma gjumi, sallon kuzhinë dhe banjo, në jetën ku ka një ballkon. Blerim Vorfi falenderoi të gjithë për nismën dhe mbështetjen, duke theksuar se duhet të largohet sa më shpejt nga objekti ku po jeton aktualisht, pasi ka marrë njoftim se ajo është pronë private. Ai shtoi gjithashtu se përveç kushteve të rënda të jetesës, përballet edhe me vështirësi të mëdha për shkak të gjendjes shëndetësore të 2 fëmijëve të tij. Kjo është hera e tretë që na bin vendimet për me liru objektin banesor. Arsyeja nuk dihet, po thonë që ka dalë një tokë private. Kuvendi komunal na ka pru shkresa që duhet mu liru në fillim të marsit. Unë veç për djalin e dytë e kam dikun terapin 140 euro në kushton. Unë punoj 12 orë, kam pagën 300 euro në muaj. Me 160 euro nuk jetohet. Si shkollë na, si punëtor fizik që jam unë, më paguën kontributet edhe nuk ki drejt sociale. Edhe për këtë arsye, as nuk ma se qartë, me që të pagë shka punen në shkollën Zakria Rexha, me këto i moj këtë familjen. Ndërkohë nga shoqata Bereqeti u bë thirrje që të gjithë bamirësit që dëshirojnë të ndihmojnë familjen Vorfi mund të kontribuojnë përmes xhirollogarisë dhe në adresën zyrtare të kësaj shoqate. Faleminderit.